Prej më shumë se 3 muaj rruga që lidh lagjen e ri me lagjen e vjetër të qytetit të Bulqizës është e përmbytur nga ujë. Sasia e madhe ujë që grumbullohet nga qafa e Buallit nëpërmjet kanalit kullues është e papërballueshme dhe përfundon në rrugën që lidh dy lagjet e qytetit. Tentativat për ta zgjidhur këtë problematikë nga ana e Bashkisë Bulqizë kanë dështuar deri tani. Fillimisht u mor një mjet i bordit të kullimit Durrës për të zgjeruar kanalin, por nuk funksionoi. Më pas bashkia vendosi dhera duke krijuar një argjinatur pritse mbi trotuarin e këmbësorëve, por si duket as kjo nuk ka funksionuar pasi sasia e madhe ujë vijon të jetë në rrugë. Ditët e fundit është vendosur një elektropomp për të larguar ujë nga rruga, por as kjo nuk ka rezultuar efektive. Drejtuesit e mjeteve dhe qytetarët e quajnë skandal gjendjen e krijuar në këtë rrugë, e cila vazhdon prej 3 muajsh. Është merri më i madh që ekziston. Këtu e mushin me plen. E në kur këmë thonë një ditë është a jenë të mjellë pëmë, apo që e një të bo. E mushu me plenë veni këtore, trotuarin, blokun në rrugun, argjenatur me plenë, asë gjatë tjetër. Qartë të mund, këtu është meri, kur të heqin ato këpust, kalimtartë, nuk bëhet lafë. Qizmet, kemi pas bëhet qizmet në të shi qizmet, merë qizmet kalo. Mos merës bashkëtia me këtë qonë, i bon makina të sëpsopo, dhe që bëjë. Pre kalimtarë më të mina rrëth më ardhë në shkuqetëri. Për zotin është shumë problem, na i shkatroj makinat fare. Nuk e di a ka shtet këtu, a nuk ka, nuk e di që a bëhet në këtë vend. I lam legët, veç puno e lelek makina. Prania e ujit në këtë rrugë është kthyer në shqetësim të madh edhe për këmbësorët, të cilët për të dalë nga njëra lagje në tjetrën duhet të ndjekin rrugën nga ura e Vocit.